Të nderuar shikues, rikthyem në pjesën me personalitetin e ditës për sot dhe temën për të cilën sot do të diskutojmë. Dhe sot do të flasim për shfaqjen i burgosur i Katit të 15, një shfaqje jashtëzakonshme, e cila në premier ka qenë këtu tek ne, pra në Tetov, në datë 20 dhjetor, kurse ritransmetimi ose repriza do të jetë pra nesër. Do flasim për këtë shfaqje dhe sigurisht që t'ju inspirojmë në qoftë se dëshironi që këtë shfaqje ta ndiqni për herën e dytë ose për herën e parë për ata që nuk kanë qenë më 20 dhjetor, pra nesër do të shfaqet kjo shfaqje në Teatrin e Tetovës. Për të folur për këtë shfaqje, për përmbajtjen, për tematikën, për mesazhin, kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion tonë të kemi Burhan Hamitin, aktor i kësaj shfaqje. Përshëndetje Burhan, mirë se erdhe. Përshëndetje, kënaqësi të jemi bashkë sot. Faleminderit shumë që gjithmonë na nderoni për të kontribuar për emisionet tona për tema të cilat janë shumë të rëndësishme, sidomos për artin. Faleminderit. Në fakt ndera është e jona për shkak se edhe ne nëpërmjet ekranave tuaj arrim që të transmetojmë atë idenë tonë ose punën tonë dhe bashkërisht të cilin diçka për teleshikuesit dhe për gjithë ata që duan të marrin informacione çfarë ndodh brenda komunitetit tonë. Faleminderit juve që na nderoni. Një shfaqje jashtëzakonshme, përvojat nga ata të cilët e kanë ndjekur janë shumë të bukura. Megjithatë, dua të flasim pak për idenë për ta realizuar një shfaqje të tillë dhe domethënë kush ishte në regji, meqense kemi pasur edhe deklarata për edicionet informative të lajmeve, por ta bëjmë pak me dije për opinionin se kush është regjia, skenografia e kështu me radhë. Në fakt ky është një projekt si ide që ka filluar para 6-7 viteve. Në festivalin e Dibrës me aktoren Mimoza Marianaku nga Durrësi, një aktorie jashtëzakonshme me shumë përvojë, shumë angazhuar. Në atë kohë ajo e pa një shfaqje tonën Teatrit të Tetovës në Dibër dhe i pëlqeu diçka shumë nga loja ime aktoreske. Nuk njiheshim me të personalisht, edhe pse njihem me shumicën e kolegëve aktorëve të Shqipërisë dhe kemi raporte të mira miqësore, me të nuk na kishte rasti që të rrim bashkë. Edhe pas shfaqjes biseduam, tha kam shumë dëshirë të luaj në Maqedoni një rol, tash më ka lind dëshira me ju tha të luajmë diçka bashkë. Edhe i pëlqej shkolla, mënyra e aktrimit ton, sepse dallojmë pak. Edhe prej atë periudhë fillova të mendoj. Ndërkohë filloi pandemia, humbëm disa vite ashtu, dhe erdhi momenti vitin e kaluar konkurrova nëpërmjet Teatrit Alternativ Fenix, teatr ky që funksionon prej vitit 2004, periudha para se të hapet Teatri i Tetovës. Atkoh ishim studentë të sapo diplomuar, të panjohur, bënim turistni ndaj klasave politike që të hapim teatrin. Normalisht ajo periudha pas luftës kishte shumë kërkesa tjera, shumë nevoja tjera të shoqërisë. Sikur teatri ishte pak më luks, pastaj doli diçka fjala te politikanët, po do të hapim po s'ka aktor. Edhe lindi ideja për të organizuar ne aktorët e diplomum kuadër të Teatrit Alternativ. Fillon punim shfaqje, bilat kohë unë punoj këtu, në televizionin Koha si gazetar, dhe mundoheshim me pagesa që merrim këtu, dikush diku tjetër, dikush në një lokal, kafeteri, blenim, pagunim skenografi, punonim, për t'i bindë se këtu kemi aktor të diplomuar, kemi brum, kemi spektator, edhe kështu filloi gjithçka. Të rikthehemi te temat e shfaqja. Vitin e kaluar konkurrova në Ministrinë e Kulturës nëpërmjet Teatrit Alternativ Fenix, kaloi si projekt dhe këtë vit patëm normalisht unë angazhimet e mia, Mimi aktoreja e Durrësit angazhimet e veta, mundëm të gjem një periudhë kur bashkë jemi të lirë, ajo e kishte tetorin, vetëm muajin tetor të lirë, ndërkohë tash habi edhe për mua. Gjithë kjo Tetov nuk mundëm një banes ta gjenim ta sistemojmë, gjithë dzënta, ndoshta është një shumë banale kjo që e them, po nuk arritëm të organizohemi, 2 javë më kaluan ashtu, duke munduar të organizohemi dhe mbetën 2 javë të lira të saj dhe dështoj si ide, si bashkëpunim. Pastaj njerë mendova që ta lë krejt, moralisht nuk ndjesha mirë që të filloj me dikë tjetër. Mimoza insistoi, gjej një aktore tjetër, të lutem vazhdoj se teksti shumë i mirë.
normal, në qoftë se Elia humbte si projekt në Ministrinë e Kulturës, edhe u përcaktova për kolegen Sanie Bekteshi, e cila është akoma studente, por në pranverë të këtij viti e angazhuam në Teatrin e Tetovës, të shfaqja e Butërin të Pashës, Anatomia e Revolucionit, aty ishim 13-17 aktor, gjithë kishim pjesë edhe ajo, edhe e pash që jo vetëm unë, po edhe tjerët, me kolegët kemi bisedu, ka brum vajza shumë, është shumë inteligjente, shumë punëtore, edhe rrezikova, thash do ta marr, po kisha shumë besim vetë për Sanien që do ta bëj. Për shkak se është një sfidë shumë e rëndë edhe e madhe, është shfaqja është me 2 personazh, burri dhe gruaja, gjithkohë jemi të dy në skenë, 1 orë e gjys, edhe për një mos aktore ose studente, 1 orë e gjys është përvoja e parë në kaq format më të madh, edhe bile dhe ajo vetë tha është shumë nderë më ke bë, a di që e thira bisedon, dolem ja prezentova idenë, projektin, ja dhash tekstin të lexoja. Buran tha shumë në respekt i madh, pas e kishte konsiderat për mua si aktor me përvojë aty, po zdi a do dalim, thash do dalim bashkërisht. Edhe po ajo përveç talentit të madh që e ka, është edhe shumë bashkëpunuese, komunikuese, edhe doli ajo që doli. Atë natë bile natën e premierës, më vjen shumë mirë që shumica e spektatorëve që normalisht shumicën e rasteve 80% janë spektatorë të njëjtë që vinë teatr, shumica prej tyre pyetjet mi kanë bërë ajo vajza. Sa e mirë, sa e bindshme në skenë, sa emocion i solli shfaqjes dhe publikut, dhe më vjen shumë mirë tani që gjithë ky angazhim, gjithë ky mund, gjithë kjo risk t'i thuash, u shpërbly ashtu siç edhe kisha besimin shumë të madh në të, edhe jam shumë i lumtur që kemi nxjerr, tani mund të flas që kemi nxjerr një produkt shumë mirë, jo nga vlerësimi im, por nga vlerësimi i spektatorëve. Është rrallë ndodh që ti si aktor e ndëgjon publikun. Sepse gjithmonë jemi në lëvizje, në zhurmë, je i koncentruar skenë. Teksti. Po. Ana shkollon gjithat, bile dhe kur shef publik ka njerë nuk e shef, po atë natë në disa momente të pauzës, ndjeja dënesjet e disa nga spektatorët që qanin, sepse është një shfaqje sa komike, aq edhe tragjike, ka shumë emocion, bëhet fjalë për një çift i cili për shkak të një qetësie të zhurmës së qytetit vendos të blejë një banesë katin e 15, jam pak më qetë, po është disa, po sidomos një person që çdo natë sillet me veturë nëpër qytet. Kjo është edhe një prej arsyeve që shfaqja komunikoi shumë me publikun për shkak se trajtohen disa probleme që janë vërtet aktuale në qytetin e Tetovës. Ne gjithmonë gjejmë 1, 2, 3 persona që sidomos gjatë stinës së verës, për kur fillon të nxehet koha, që lëvizin nëpër qytet me do makina të shtrenjta, me do auspuha të çara, s'di çfarë janë që bëjnë shumë zhurmë, të cilët nuk kanë konsiderat që njerëzit mund të flenë, njerëzit nesër shkojnë punë, edhe më keqja që njerëzit mund të jenë me probleme shëndetësore. Në moment që më ka ra ky tekst në dorë dhe kam filluar të lexoj, situata e parë që hasa në tekst ishte kjo, dhe më bëri shumë përshtypje. Kam pas një situatë njëjtë, isha në spitalin e Tetovës, edhe pse spitali i Tetovës është pak më, ti thua, jo bashkë në qendër qytetit, më izoluar prej rrugëve kryesore. Ora 2-3 natës, ku e kam dëgjuar një prej atyre tipave të qytetit, që i kemi që sillen natën me vetura, edhe aty silleshte, zhurma e madhe dhe shifja reagimet e sëmuve pacientëve, merr shumë keq. Edhe vërtet u irritova shumë. Pastaj kur e pash tekstin, thash do ta punem këtë tekst. Duke e lexuar, pash që ka edhe shumë elemente tjera që përkojnë me situatën aktuale në qytetin tonë. Mbeturinat, qente ndacak, të cilët sillen rreth banesave, lejnë gjithë natën aty, prishin gjumin, fëmijët, le fëmijët pa gjumë, njerëzit. Pastaj një problem tjetër jashtë asaj që vjen nga
vetë qyteti që paraqitet në brenda çiftit është humbja e vendit të punës nga bashkëshorti. Ju e dini se është shumë e rëndë kur një bashkëshort burri e humb vendin e punës. Kur gruaja nuk punon, edhe mbulohet dhe nuk është shumë e rëndë shpirtërisht për shkak se gruaja gjithsesi është shtyllë e familjes, shtyllë e shtëpisë, ka 1001 punë në shtëpi, që bile angazhimi i saj në punë si ju sot këtu ose gjithë zonja tjera që kam respekti jashtëzakonshëm për gjithë ato zonja që punojnë, është një ngarkesë ekstra. Orar i dytë i punës, edhe për burrin është shumë më rëndë. Kur kthehet në shtëpi nuk i pa punë, s'ka mjete, dhe kështu që personazhi kalon me një fazë të rëndë emocionale në depresion, depresioni i kalon ankthin, bëjt aq i thellë sa ky humb edhe vetveten që ka një thënie kam humb kontaktin me jetën, është një shprehje shumë e mirë. Po pastaj këto janë ato anët emocionale që publiku i përjetoi shumë thellë, bile dikush prej spektatorëve më vonë është arkitekt me profesion, u takuam në nesrit, tha, Burhan, na keni shtrydh emocionin, tha Bram. U shkatruam emocionalisht, shumë e kemi përjetu. Tha, edhe kjo më bëri përshtypje, një prej komenteve më të bukura dhe më reale që i ka marrë gjatë gjithë kësaj periudhe karriere 18 vjeçare në teatr, na ke shtrydhë emocionet. Ndoshta edhe ai shumë mirë e kishte ndjek shfaqjen, shumë mirë e kishte kuptuar dhe ishte njohës i mirë. Interesant është se shumica e spektatorëve janë të përhershëm në teatr dhe janë bërë analistë mirë. E njohin shumë teatrin. Dhe kjo na rrit edhe përgjegjësinë edhe neve, se publiku është edukuar shumë në aspektin e teatrit, edhe e din çka mirë, çka keq, çka funksionon, çka nuk funksionon. Kjo është shumë mirë. Edhe ky Bizotnia ishte një prej atyre që ka ndjek shumë shfaqjen teatr, e njoh edhe privatisht, po e njoh edhe si spektator të kahmoçëm, edhe e tha edhe këtë që ndoshta kishte në momente komike nga mënyra e qasjes së personazheve ndaj problemeve, edhe pse personazhet janë në ankth, në depresion, po mënyra e qasjes ndaj problemeve ka njerë kalon shumë komike, për shkak se publiku e gjen shpeshherë vetveten. Ne gjithë kemi probleme brenda shtëpisë, probleme brenda çiftit që janë natyrshme, si çdo familje që i ka, edhe po shumë e rëndësishme është mënyra se si do të qasemi ndaj atyre problemeve dhe si do të zgjidhim. Ne shpeshherë ose gjithmonë nuk i shohim problemet me sy të mirë kritik kur janë brenda nesh, kur jemi pjesë e problemit. Është shumë më lehtë kur i shohim të tjerët dhe jemi indiferent dhe shumë lehtë gjykojmë se çka duhet bëhet, çka s'duhet bërë, si duhet reagoj njëri prej çifteve, si duhet reagoj tjetri, cilin moment duhet tërhiqet, cili duhet ti shmëras emocionet. Dhe gjithmonë çiftet duhet ta luajnë këtë baraspesh dhe është shumë e rëndësishme për ekzistimin e një jete të mirë bashkëshortore, afatgjate që çiftet din të balansojnë, të dinë momentin kur tërhiqet njëri, kur tërhiqet tjetri. Edhe kjo ishte edhe mesazhi i shfaqjes, një nga mesazhet e shfaqjes, dhe shumica kam pas edhe familjar, edhe miq tjerë në shfaqje, pastaj që jemi taku në koktel dhe bisedum, çdo njeri ma ka thënë njëjtën, ju e kishë përshkruar problemet tona, sepse ne njihemi afërsisht, jo të mijat. Sepse ato që ti mendon se i ke parë në shfaqje dhe janë problemet tua, i kam përjetuar edhe unë. Që do të thotë, mendoj që kjo ishte një vulë që ne temën e kemi qelluar shumë. Është temë shumë aktuale, shumë komunikuese me publikun, edhe ndoshta kjo ishte ajo arsyeja e suksesit të shfaqjes. Do bëj shpjegje? Sigurisht, po. Shpresoj që 50% e suksesit po edhe emisioneve është tema që zgjedh, po edhe 50%, se nëse tema është aktuale dhe publiku rrin para ekranit më i kyçur, po edhe për në teatr njëjta kur e zgjedh produksioni temën, mendoj që 50% e suksesit të shfaqjes është aty, edhe pjesa tjetër mbetet aktorët çfarë do japin.
Dhe ne këtë 50% e kapëm prej start me problemet, është temë shumë aktuale. Pastaj, mos harroj që ky është një tekst me 5-6 personazhe. Unë e kam përpunuar, e kam zvogluar në 2 personazhe, pak për hir të buxhetit që timi se për produksionet private e Ministria aq lëshon mjete. E dyta, doja që problemin ta të bëj më të madh që t'jetë më goditse për spektatorin. Pastaj tekstin e mori regjisori, ja prezentova si produksion, se doja Fidimi ta vënë sken. Edhe Fidimi ka pas ndërhyrjet e veta si regjisor, Fidim Selimi është regjisor i shfaqjes, ka pas intervenime në tekst, në lojën, pastaj normalisht shumë e rëndësishme është edhe qasja regjisoriale, ku do t'i kap momentet, edhe kjo është dore e regjisorit. Sot e ndëgjova një kompliment të mirë prej dikujt, një kolegu, që dore e regjisorit nuk vërehet shumë në këtë projekt, dhe për ne aktorët është shumë e rëndësishme kur aktorët janë në qendër të vëmendjes, loja aktoreske, emocioni, fjala dhe jo spektaklet që bëhen, edhe ato janë bukra, gjithsesi, po, nuk janë shumë emocionale, janë bukra për sy, për teatr që themi në aspektin teatr, jo realitet, po për bash teatr që shpirtnisht duhet ta godas emocionalisht publikun, mendoj që ky lloj shfaqjes është edhe preferenca ime, nuk do të thotë që është e vërtet e saktë kjo, po është preferenca ime profesionale që luaj me shfaqje që prekin emocionalisht. Fundit kjo është edhe detyra e teatrit edhe aktorëve që në disa momente ta prek emocionalisht publiku të preket dhe gjytet në problem dhe normalisht ai preket nga fakti kur e gjen vetveten në problem. Këtu përfundon mendoj që detyra e teatrit që kemi marrë. Në fakt, Burhan, në gjatë kohës, kur flisje për shfaqjen, për subjektin edhe temën e shfaqjes, sigurisht që tek shikuesit janë krijuar ato imagjinata se si mund të duket shfaqja për ata të cilët nuk e kanë parë. Ne kemi përgatitur një video të cilën do ta komentojmë së bashku me fotografitë të kësaj shfaqje, të cilat ftoi regjin që ti ndjekim bashkë, dhe ti komentojmë edhe ti shohim se si është dukur në fakt kjo shfaqje, të cilën gjithashtu nesër mund të ta shohin ata të cilët. Orën 19. Po, në orën 19 në teatrin e Zetovës. Kjo është posteri i shfaqjes, i burgos Rikatit e 15. Gjithë ngjarja zhvillohet brenda natës, ora 2:30 natës, kur bashkëshorti rrin në sallon dhe nuk flen, dhe zonja zgjohet ndoshta për një arsye të veten personale dhe e gjen burrin që nuk flen dhe i afrohet normalisht si çdo çift bashkëshortor që do ta pyeste se pse nuk fle. Dhe këtu fillon e gjithë shfaqja. Është një periudhë kur personazhi mundohet t'i mbulon probleme që i ka brenda vetes, nuk don ta rëndon gruan e vet, po vjen një kohë kur emocionet e tradhtojnë dhe ai fillon të gadal të shplohet, t'i shplon problemet dhe fillon gjithë drama e kësaj shfaqjes. Mund të vazhdojmë edhe me foto tjera. Këta momentet e vuajtjes personazhit paraprakisht para se të zgjohet zonja, vetmia, ne zakonisht si qenie njerëzore gjithmonë zgjedhim vetmin për të bërë një rikapitulim të gjithë asaj që ka ndodhur brenda ditës ose brenda javëve të kaluara. Edhe personazhi në fjalë e shfrytëzon këtë mundësi dhe kjo, çka doja të them një karakteristikë për shfaqjen, është shfaqje e ngushtë në aspektin e hapësirës ku luhet. Ky është edhe koncepti i regjisorial, që të luhet sa më ngushtë, sa më intime të jetë, raporti të jetë sa më i afërt, sa më njerëzor, mos të ketë aktrim skenik që themi ne teatral, po të jetë sa më i komunikimi i real, që publiku të ndjen sa më shumë për shkak se problemi është i tillë, është shumë i mbrendshëm, është shumë brenda një familje, nuk është problem shumë i përhapur
brenda qytetit ose shtetit, është problem i një familje të mbrendshme. Doja të thoja edhe diçka për raportin mes aktorëve, që i kemi dhënë shumë rëndësi pjesës aktoreske, dëgjimit dhe njëri tjetrit partnerëve dhe dhënia e replikave që themi ne me njëri tjetrin kanë qenë shumë spontane, shumë të natyrshme, reagimet e nervozës, emocioneve kanë qenë shumë në moment duhur, edhe kjo ka qenë një nga mrekullit e kësaj shfaqje, që besoj që kjo shfaqje do zgjatë shumë dhe gjithë ata që e kanë parë e di që do të kenë dëshirën ta shohin përsëri. Ne besoj që me këtë reprizë ditën e nesërme do ta mbyllim për këtë vit 2025. Me siguri do të vazhdojmë pranverë se e dini pak kushtet në Pallatin e Kulturës në Tetov janë pak ashtu siç janë për shkak të vjetërsisë së objektit, nuk nxehet shumë lehtë, ose kur nxehet pastaj shpejt ftohet. Dhe si gjithmonë u ikim manifestimeve gjatë dimrit. Edhe kjo është edhe një apel ose një për publikun që kushdo ta shoh e ka mundësinë nesër për këtë vit ta ndjek të shfaqje dhe e mire do të jetë pastaj me këdo që njihemi, takohemi ta diskutojmë. Besoj që shfaqja do lëvizë edhe në për qytete tjera. Presim nesër të vinë disa nga miqtë tanë me teatrove tjera në Maqedoni dhe në rajon që ta shohin. Kemi komunikuar dhe me shpresë që prej pas vitit ri ose prej shkurtit të tje të lëvizim edhe andej. Edhe në për qytete tjera. Do me thënë, kjo shfaqje sjell shumë emocion dhe bart në vete mesazhe të jetës apo të problemeve politike, ekonomike, shoqërore, sociale, gjitha në një vend, që ka një mesazh apo porosi shumë të veçantë. Po megjithatë ju përmendet pak më herët teatrin alternativ Fenix. Keni bashkëpunime edhe për shfaqje tjera me këtë teatr? Keni pasur më herët bashkëpunime? Po ne sigurisht prej 2004-s gati çdo vit kemi vënë sken nga një shfaqje të tillë. Shfaqja për pushtet jap, nëse ju kujtohet, një komedi politike që është dhënë shumë shpesh në Tetov dhe është pëlqyer shumë nga publiku, ka qenë një nga produksionet e këtij teatri. Në fakt, për pushtet jap kanë qenë 2 pjesë të realizuara brenda teatrit Fenix, disa projekte tjera me ambasada të huaja, teatr rruge, që kanë punuar kolegë të mi në kuadër të teatrit Fenix. Ka qenë një alternativ e mirë për aktorët të cilët përveç teatrit të qytetit të Tetovës kanë pasur dëshirën dhe mundësinë për ta shprehur idenë e vet për ta realizuar një projekt më të veçantë ose për të provuar diçka. Mendoj që është shans i mirë edhe për regjisorët e ri, po edhe për ata më me përvojë, po edhe për aktorët e rinj që ko pas kohe i angazhojmë këtu. Dhe besoj që prej vitit të ardhshëm do të kemi plani është që ta aktivizojmë pak më shumë, ndoshta më shumë premiera brenda vitit. Ka pasur ndonjë rast të veçantë, rrëfim të veçantë, ngjarje të veçantë, moment të veçantë për juve në këtë shfaqje, që do e kishit veçuar nga të tjerat, megjithëse një fjali e veçuat, një thënie të ai largimi nga kontakti me jetën. Mirë po, ka ndonjë moment tjetër që do kishe dashur ta ndash me publikun? Apo që e ke përjetuar emocionalisht më shumë gjatë rolit? Dikush e komentoj në këtë formë, po ishte ajo që unë ndjeja. Skena e parë fillon sa komedi, sa tragjedi, dhimbje, sa komedi, sa dhimbje, komedi për qasjen, formën e qasjes e problemeve, dhimbje për shkak të problemeve të bashkëshortit. Pastaj kuptojmë që më vonë edhe zonja i ka të njëjtat probleme me vendin e punës, sa që familja bie në një humner ekonomike dhe sociale, dhe skena e tretë është tragjedi komplet e një çifti bashkëshortor i cili i humb shpresat për ekzistencën më të vogël, për bukën e gojës brenda natës. Humb vendin e punës burri, humb gruaja. Gjithë kjo ndodh duke munduar që të mbulojnë njëri tjetrin për shkak të dashurisë që kanë me njëri tjetrin, duke munduar të ruajnë shëndetin e njëri tjetrit, po në fund bien të dy të njëjtin problem dhe
kjo është skenë shumë e fuqishme, ndoshta edhe më e shpejta që kemi punu. Në fakt duhet të jetë skena më e rëndë, për shkak se emocionet duhet trajnuar brenda shfaqjes, aktori gjithmonë brenda një muaji e gjys provash që ka i trajnon emocionet, që kur të vi premiera ta shtyp atë butonin e emocioneve kur vjen momenti dhe emocioni të vinë sa më shpejt. Ata duhet trajnohen për ata që nuk e dinë, dhe ne këtë skenë kemi punuar aq shpejt për ndoshta 2-3 ditë, 4, edhe arritëm gati në atë finalen e asaj që parashikte regjisori, edhe i kemi pas me butona me njerë në dorë. Bile dhe reagimi i publikut, 1-2-3 personave, sot bile dikush ma komentoj, skene 3 na shkatroi krejt. Ishte bash ajo dhimbja e personazhve që a do të ikim, a do të qëndrojmë këtu. Për gjithë asaj katastrofe që ndodh ekonomike, sociale, politike, problemet që humbin veten e punës, për ta fituar një vend pune duhet politikisht shumë filtra t'i kalosh, shumë njerëz t'i lusësh, pastaj mosha e personazheve që burri është afër të 50-ve dhe humb shpresat për gjetjen një vendi të ri të punës, është një moment që burri kthehet, pastaj jep shpresë, po shpresë trenshme, sepse edhe vetë është i demoralizuar nga jeta, mundohet që t'jep shpresë gruas duke e parë në gjendje të rëndë psiqike që gjendet, dhe ta bind që t'jetojmë këtu se do të bëhet mirë, ndoshta është kaluese për momentin. Është një thënie e zonjës që e luan Sanie Bekteshi, thotë, nëse ti mendon se do të bëhet mirë ose gjithçka tjetër ke një arsye, të lutem bile për hir të fëmijëve të largohemi prej këtu, ata mos përjetojnë të njëjtën. Është shumë e dhimbshme kjo. Është shumë e dhimbshme të investosh aq shumë në një vend, në një familjen tënde, në shtëpinë tënde, te fëmijët tu, dhe familja të vije me një situatë që të thotë ti ikim prej këtu për hir të fëmijëve tanë. Dështuese, është shumë mesazh i rëndë, më fal që të ndërpres, është shumë mesazh i rëndë dhe i mirë për politikën, dhe unë shpresoj që edhe nesër mbrëma të kemi disa nga miqtë tanë të respektuar, të cilët janë të kyçur direkt në politikë, që të shohin pak realitetin e popullatës se në çfarë situate janë. Burhan, janë këto emocione që i përmendet, apo thënë më mirë, çfarë e mban një aktor të gjallë, kushtimisht thënë në skenë? Publiku sigurisht, mirë po megjithatë? E para, është një shprehje e aktorëve, thonë aktori është si vida, ha? Po. Në qoftë se rrin vend dryshket, dhe ta lëvizësh ko pas kohe që të futet ndrru del që ai vinti e lyen, nuk e le të ndryshket. Dhe faktikisht ashtu është. Aktori për të lëviz që mos ndryshket duhet del në skenë. E para që e mban aktorin në jetë, mendoj që është skena. E dyta, suksesi i shfaqjes. Një shfaqje suksesshme e motivon shumë aktorin, dhe për projektin e radhës ai është shumë i motivuar dhe shumë produktiv. E treta, mendoj që shumë e rëndësishme është për një shfaqje të suksesshme puna e regjisorit. Regjisori din ta nxjerrë më të mirën prej aktorit, po ka njerë din edhe ta huq që ta ngulfat aktorin e mirë. Ne kemi shumë aktor të mirë në teatrin e Tetovës. Kam disa kolegë, i përgjithësi gjithë janë të mirë, po disa janë të jashtëzakonshëm. Tash, pa mos dashur që të ndaj në grupacione, sepse shkaku i dikujt nuk është dhënë hapësira, ose nuk e ka marrur vetë hapësirën, dikush nuk e ka shfrytzuar rastin kur i është dhënë, sepse edhe kjo është pak çështje fati, kur të vjen momenti duhet të shfrytzuar dhe ec. Po jo rastësisht edhe aktorët janë të ndarë në kategori në teatr, kategori 4 dhe TRR e 2 dhe kategori e parë, në bazë të angazhimeve dhe sukseseve. Prandaj desha të them që i kam disa kolegë të jashtëzakonshëm në teatr që dinë të bëjnë edhe mrekullit në skenë, edhe i kam bërë vetë me regjisor të mirë, prandaj këtë doja ta arsyetoj pse thash që regjisori i mirë ditë nxjerr më të mirën, po ditë ndonjëherë edhe të ngulfat.
zakonisht e shfaqjet e mëdhaja, me shumë aktor, regjisori me të drejt nuk ka kohë të merret shumë me gjithë aktorët dhe kalojnë ka njerë pa e nxjerrë më të mirën. Po të shfaqet me më pak aktor, besoj që regjisori duhet jetë shumë më i vëmendshëm te loja e aktorëve. Që është një edhe nga pikat më të fuqishme të kësaj shfaqje. Është shfaqje me dy aktorë në skenë, nuk ke mundësi të bësh spektakël që me spektakël ta mbulosh vëmendjen, koncentrimi duhet jetë 100% në tekst, në emocion, në fjalë artistike. Megjithatë, Burhan, përveç kësaj shfaqje, cilat janë risitë të tjera të fundit të karrierës tënde artistike, meqenëse se ka kohë që nuk kemi qenë në emisionin tonë, dhe kështu që mund të flasim pak edhe për veprimtarinë tuaj. Pra, cilat kanë qenë shfaqjet e fundit, projektet, aktivitetet që i keni realizuar? Po, kjo është premiera e dytë brenda këtij viti, domthonë pranvere kishim me Teatrin e Tetovës premierën Anatomia e Revolucionit, një shfaqje jashtëzakonisht e mirë, e cila pati disa repriza ngeci në sezonin e vjeshtës, për shkak se një nga aktorët, kolegët tona është në pushim të lindjes, shtatzëne, dhe janë këto probleme që ndodhin në teatr, dhe besoj që do ta rikthejmë sërish ndoshta vitin e ardhshëm. Për vitin e ardhshëm besoj që presim tash rezultatet e Ministrisë Kulturës me teatrin, uroj që për këtë vit të ketë sa më shumë projekte, për shkak se prej pandemisë pat një restriksion të projekteve shkaku i buxhetit që të kaloj transferohet buxheti nga Ministria e Kulturës në atë shëndetësisë, që ishte e logjikshme për kohën e pandemisë. Po fatkeqësisht pas pandemisë nuk u rikthye ai buxhet kur në Teatrin e Tetovës dhe në teatr tjera, dhe ne vazhdojmë me më pak produksion. Besoj dhe shpresoj shumë që këtë vit të rritet buxheti i shfaqjeve, të rritet numri i premierave. Pastaj kemi edhe Komunën e Tetovës prej këtë vit që ka filluar të financoj disa projekte në Teatrin e Tetovës. Për këtë vit kemi pas plus dy projekte ekstra nga Komuna e Tetovës, buxheti i komunës. Prandaj i kishim 5 repriza premiera në Teatrin e Tetovës, 6 me gjithë këta tonë që është koproduksion i Teatrit Alternativ Fenix dhe Teatrit e Tetovës dhe Pallatit të Kulturës. Unë do të shfrytëzoj rastin edhe një herë të falenderoj publikisht drejtoreshën e Pallatit të Kulturës, zonja Njomza, e cila është jashtëzakonisht fleksibile, jashtëzakonisht e gatshme për të ndihmuar, e cila flas në këtë rast për këtë projekt të fundit tonin me Teatrin Alternativ Fenix, e cila na ka ofruar gjithçka çfarë kemi pasur nevojë, që ne të ndjehemi komod, sallën, nxemjen, gjithçka për të dalë një produkt. Dhe edhe pse në fillim të gjithë projektit nuk ishte pjesë e bashkëpunimit Pallati i Kulturës, ishte vetëm Teatri i Tetovës dhe Ministria e Kulturës, por në fund të projektit doli që Pallati i Kulturës u bë një nga mbështetësit më të mëdhej të këtij projekti dhe ne jemi këtu ku jemi me këtë projekt fal ndihmës shtesë që na dha drejtoresha Njomza Imeri. Shfrytëzoj rastin ta falenderoj publikisht, uroj që të mban këtë energji që ka, të vazhdon me bashkëpunimet, të jetë e hapur kështu siç ka qenë. Uroj që edhe nga Ministria e Kulturës të ketë sa më shumë mbështetje edhe ajo si drejtoresh, për shkak se edhe ata kanë prodhimet e veta kulturore, koncerte, shumë aktivitete tjera, të cilat i përgëzoj për muajin e festat e flamurit, festat e nëntorit, ka pa disa koncerte jashtëzakonisht mira në mbikëqyrjen e Pallatit të Kulturës, që i dhan Tetovës këta 2-3 muajt e fundit një sharm, një frym kulture bashkarisht Teatri Tetovës, Pallati i Kulturës Tetovës, Teatri Alternativ së fundmi, dhe besoj që në këtë formë ku të gjithë do të mundohemi të japim kontributin, mos harroj edhe ansamblin që funksionon brenda Pallatit të Kulturës me drejtorin Blerimin, që edhe ata patën një koncert jashtëzakonisht bukur. Ansambli muzikor, po. Po, do të harroja pa. Dhe fjalën e kisha që
kur të gjithë japim kontributin në sferën tonë, sado i vogël që tjetë, në fund bëhet një konglomerat festash që për qytetarët është e mjaftueshme. Dhe besoj që ne në qoftë se do të arrisim edhe më shumë bashkëpunimin, kjo do të jetë edhe më e dukshme në qytetin tonë. Pastaj kemi edhe ansamblin e këngëve dhe valleve gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë që funksionon në Shkup, por ju e dini që gjysma e ansamblit janë artistë nga Tetova, valltar dhe vokalist, edhe drejtori Jetmir Rexhepi, që çdo koncert të tyre sjellin edhe në Tetovë. Kjo e shton numrin e aktiviteteve kulturore. Mendoj që Tetova në përgjithësi ka arritur një numër jashtëzakonisht të konsiderueshëm të artistëve për të pas jetë kulturore, aktivitete kulturore në qytet. Është Galeria e Arteve në anën tjetër, universiteti që mban shpesh ekspozita kështu. Do të thonë janë pikërisht këto disa nga institucionet të cilët edhe kontribuojnë për zhvillimin e kulturës edhe të artit në vendin tonë. Dhe për fund, Burhan, unë përveç se të falenderoj shumë që ndavët nga dita juaj për qenë sot pjesë e emisionit, të japim edhe njerë të dhënat për reprizën e ditës së nesërme, biletat ku mund të gjenden, çfarë kohe do të jetë? Atër bileta rishfaqja, rivënia do të jetë nesër në ora 19 në sallën e madhe të Pallatit të Kulturës në Tetovë. Biletat prej ditës së nesërme pas dite mund të merren te sporteli i biletave në Pallatin e Kulturës në Tetovë. Uroj që të kalojmë shumë mirë me këtë shfaqje emocionale, të bukur, artistike, t'ja vëmë një vull të mirë përmbylljes së gjithë këtyre aktiviteteve kulturore që fati na ka ra neve ta përmbyllim këtë vit. Po që sharm i kanë dhënë gjitha aktivitetet të teatrit, të Pallatit të Kulturës, të ansambleve dhe gjithë atyre që kanë kontribuar për kulturën. Unë edhe njerë dua të falenderoj të gjithë ata një nga një, pa mos i përmendur, që kanë dhënë kontributin brenda këtij viti në forma të ndryshme për aktivitetet kulturore në qytet. Dhe uroj që vitin ardhshëm të jenë më energjik, më me elan dhe më të mbështetur nga komuniteti dhe nga institucionet. Faleminderit edhe juve që na dhat mundësitë që t'i shprehim sot dhe shumë herë tjera projektet tona në ekranin tuaj, që të ndajmë diçka të bukur me publikun. Burhan, unë falenderoj shumë që ishe sot pjesë e emisionit tonë. Faleminderit për këtë shfaqje të jashtëzakonshme që ke sjellur edhe në teatrin e Tetovës. Rikujtoj edhe një herë, pra repriza ose ritransmetimi i kësaj shfaqje do të jetë nesër në teatrin e Tetovës me fillim në ora 19 dhe biletat mund të gjeni pra pikërisht në biletarinë e teatrit, konkretisht e Pallatit të Kulturës, së Qendrës për Kulturë. Falenderoj që ishe pjesë e emisionit tonë dhe uroj që të shihemi së bashku në projekte të radhës. Kënaqësi, urime festat juve, televizionit dhe gjithë qytetarëve, uroj më të mirët nga zemra që të kemi një vit shumë më të mirë, më të mbar, më të qetë dhe me më shumë dashuri dhe respekt për njëri tjetrin. Shpresoj shumë, faleminderit shumë edhe një herë. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës dhe kjo ishte tëra në fakt e përgatitur për sot. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë do të shihemi sërish nesër. Deri atëherë, mirupafshim.